Me rastin e 27 vjetorit të çlirimit të Prizrenit në sallën e Asamblesë Komunale, u mbajtë mbledhja solemne për kremtimin e kësaj date të rëndësishme për Prizrenin. Mbledhjen e hapi kryesuesi i Kuvendit Profesor Dr. Simir Krasniqi. Në këtë solemnitet morën pjesë kryetari i Komunës së Prizrenit Shaqir Totaj, nënkryetari Kujtim Gashi, kuvendarët e Kuvendit, drejtor të ekzekutivit, përfaqësues të FSK-s, drejtori i Policisë Rajonale së Kosovës, Kolonel Faton Alia, përfaqësues të shoqatave të dala nga lufta, kryekonsulli i Turqisë në Prizren si dhe kfori turk. Mysafir të shumtë si ish kryetar të komunës, rektori UPZ Mentor Alishani, Refki Hoxha, kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, nga shoqata zejtarëve Esnaf, OJQ e shumë mysafir të tjerë. Fjalën e parë solemne mbajti kryesuesi Simir Krasniqi. Sot shënojmë njërin nga festat më të rëndësishme të Prizrenit të Kosovës. 12 qershori i vitit 1999 ishte dita kur përfundoi një periudhë gjatë robërie, vuajtjesh dhe padrejtësish. U mbyll një kapitull i errët i historisë sonë dhe u hap një epokë lirisë, demokracisë dhe shpresës. Të nderuar pjesëmarrës, jemi krenar për arritjet dhe sukseset deri tanishme, por njëkohësisht mbetemi të përkushtuar ndaj vizionit ton për një Kosovë të integruar në Bashkimin Evropian, në NATO, në organizatat e kombeve të bashkuara dhe në të gjitha mekanizmat ndërkombëtar. Në këtë rrugtim të rëndësishëm, nuk duhet të harrojmë asnjëherë mbështetjen e vazhdueshme të miqve tonë ndërkombëtar, në veçanti të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe të vendeve mike evropiane. Qytetarët e Prizrenit dhe gjithë Kosovës u shprehin mirënjohjen dhe falënderimin e tyre të përhershëm. Urime 12 qershori, dita e çlirimit të komunës së Prizrenit. Në këtë rast, përfaqësuesit e subjekteve politike nisur me përfaqësuesin e PDK-s Alban Bislimaj, nga Lëvizja Vetëvendosje Dafina Alishani, nga LDK Aziz Hotaj, nga Bashkimi Demokratik Shukri Quni, edhe përfaqësuesi i komunitetit turk, pastaj përfaqësuesi i komunitetit bosnjak u ruan festën e çlirimit. Për ne, si qytetarë të Prizrenit, kjo ditë ka një peshë të veçantë sepse shënon çastin kur qyteti ynë edhe mbar Kosova hyn në epokën e lirisë dhe shpresës për të ardhmen. Edhe unë e kujtoj atë kohë me emocionin e veçantë. Si 17 vjeçar e mbaj mend ndjenjen kur frika filloi të largohet nga dal. Dhe shpresa nisi të rikthehet në çdo familje shqiptare. Ishte dita kur Kosova mori frymë më lehshëm. Ishte dita kur fjala liri nuk ishte vetëm një ëndër, por përshëndrohet në realitet. Këtë ditë e përjetoj edhe më thellë si një biri një veteranit të ushtrisë shkrimtare të Kosovës, sepse për shumë familje shqiptare lufta nuk ka qenë thjesht një ngjarje historike, ajo ka qenë një pjesë e jetës së përditshme, e sakrificës familjare, e mungesës e pritjeve dhe krenarisë të heshtur bred dhe që bartët brez pas brezi. Sot jemi mbledhur për të kujtuar një rrugtim të dhimbshëm, por edhe shumë të shenjtë për popullin tonë. 12 qershori na kthen në momente kur ëndra për liri dukej e largët, por kur e shuar. Në këtë ditë, me shumë respekt dhe emocion, përulemi para atyre që nuk janë me ne, para dëshmorëve që dhanë jetën që ne sot të flasim lirshëm këtu. Kujtojmë familjet e tyre që e bartën dhimbjen më të madhe, por edhe forcën më të madhe morale të këtij vendi. Kujtojmë veteranët dhe invalidët e luftës lirimtare që jetuan lirin si sakrificë të përditshme, jo si fjalë. 12 qershori shënon fundin e një periudhe të rëndë dhe fillimin e një kohe të re për Kosovën. Është dita kur shpresa u kthye në realitet, fal sakrificës së popullit tonë dhe mbështetjes së aleatëve tonë ndërkombëtar, të cilët kontribuan në ndaljen e dhunës dhe hapjen e një kapitulli të ri për paqe. Por sot, më shumë se çdo gjë tjetër, kjo ditë na fton të ndalemi dhe të mendojmë. Nëse 10 qershori simbolizon fillimin e organizimit politik dhe kombëtar të shqiptarëve, 12 qershori përfaqëson kurorëzimin e sakrificave të shumë brezave për liri. Nga idealet e burrave të lidhjes së Prizrenit, të rezistenca paqësore e presidentit historik Ibrahim Rugova, të lufta çlirimtare e ushtrisë çlirimtare të Kosovës me në krye komandantin legjendar Adem Jashari, e deri te ndërhyrja vendimtare e NATO-s, rruga e lirisë ka qenë e gjatë, por e pandalshme. Prandaj, 10 dhe 12 qershori janë dy data të lidhura në ngushtë me njëra tjetrën, njëra shënon lindjen e idealit kombëtar,
ndërsa tjetra realizimin e një pjesë të madhe të këtij ideali, lirinë e Kosovës. Lavdi të gjithë atyre që punuan, luftuan dhe sakrifikuan për kombin dhe lirinë tonë. Lavdi Prizrenit, qytetit të lidhjes dhe të lirisë. Urime dita e çlirimit për të gjithë qytetarët e Prizrenit. Për dekada me radhë, populli ynë përjetoi padrejtësi të shumta. Ne u mohuan të drejtat më elementare njerëzore. Ne u mbyllën shkollat dhe institucionet tona. Ne larguan nga puna, u ushtrua dhunë sistematike dhe u tentua të shuhet identiteti ynë kombëtar. Kulmi i kësaj politike njerëzore u arrit gjatë viteve 1998-1999, kur forcat ushtarake, policore dhe paramilitare serbe kryen vrasje, masakra, dëbime masive, shkatruan dogjen në mbar Kosovën. Po dhe Prizreni, e sidomos rrethina, nuk mbeti pa u përfshirë në këtu djegje, masakra, sidomos masakra e Tosusit, betejë e Vrinit, masakra e Kabashit, betejë në Adrinis, masakra e Krushtës së Vogël, betejë e Pashtrikut, masakra e Lubisht dhe Sahasit, ku shumë familje përjetuan dhimbje sepse humbën më të dashurit e tyre. Bugün sokaklarımızda özgürce yürüyebiliyorsak, çocuklarımız yarınlara umutla bakabiliyorsa, farklı dilleri konuşan, farklı kültürlere mensup insanlar aynı şehirde huzur içinde yaşayabiliyorsa, bunun arkasında büyük mücadeleler, ağır bedeller ve asla unutulmaması gereken fedakarlıklar vardır. Neka nam ovaj dan bude podsjetnik koliko je sloboda dragocjena. Neka je sretan dan oslobođenja grada Prizrena, Lavdi dëshmore. Kryetari i komunës së Prizrenit tha se pas lidhjes shqiptare të Prizrenit është e rëndësishme kjo datë e çlirimit të Prizrenit. 12 qershori është një moment i rëndësishëm ku ne përkujtojmë një histori, e përkujtojmë një ditë çlirimit. Po çka i ka paraprik kësaj dite të çlirimit? I kanë paraprik aktivitetet të gjeneratave dhe të brezave, duke filluar ndoshta nga dita e lidhjes së Prizrenit për vjetoren të cilës ne festuam para 2 vite. Por unë zakonisht e preferoj bu këthyn këtë historinë ma të re. E kjo historia ma re si mas meja fillon në momentin kur në ishtë Jugoslavinë është formu sistemi shumë partijak. Edhe gjithqysh me përkujtu rolin dhe rëndësinë e liderit të asaj kohë, zotit Ibrahim Rugova, i cili presidentit, në fakt i cili e ka ngrit Kosovën shumë nalt në agjendën ndërkombëtare. Kjo ka qenë hapi i parë drejt një pune ma konkrete. Pastaj kemi luftën e ushtrisë shkrimtare të Kosovës, sakrificën e Adem Jasharit, edhe më në fund kemi ardhur me përkrahjen e faktorit ndërkombëtar, me NATO-n krye me SHBA-n, kemi ardhur deri te liria, kemi fitu lirin. Mirë po liria nuk është veç një momentum, nuk është veç një ditë që na kemi fitu. Liria është një proces, është një obligim ynë i përditshëm, që me punë, me korektësi, të ndërtojmë atë liri, të krijojmë një talme më të mirë për gjithë neve. Secili prej neve duhet të pyes vetveten, a jemi të dhënë na maksimumin, a jemi të bëjmë më të mirën e mundshme që çet liri që e kemi fitu me shtyn një hap më të tjerë. Me nderu që ta dëshmorë, me nderu ata që janë gjallë, me nderu ata që janë hagë. Qysh i trajtojmë ata njerëz, me çfarë gjuhë, sa japim kontribut për ndërtimin e institucioneve, çfarë përgjegjësie dhe çfarë komunikimi kemi me faktorin ndërkombëtar, qysh i trajtojmë kërkesat e Amerikës, sa jemi të përgjegjshëm këtë drejtim, qysh i trajtojmë njëri tjetrin, apo afrojmë njëri tjetrin, apo largojmë njëri tjetrin. Dita sotme vazhdoi me një varg aktivitetesh. Rizam Holding, fabrika e re e bllokave Izoblok, Krush e vogël. Me Izoblok ndërto dhe për pompa mos harxho. Ndërto me Izoblok të ri, 25-shë.